zonja dhe zotri, Raimonda Bulgu. Sa po dëgjuam dhe pam për ndryshimin që Sali Berisha dhe Partia Demokratike ka sjellë në jetën e grave dhe vajzave shqiptare. Sot, gratë janë ambicioze, punojnë fort dhe kanë të gjitha aftësitë për të arritur objektivat më dha. Sot, porozojmë muret e bllokimit dhe mentalitetin që ka mbajtur gruan shqiptare mbrapa. Sot, gratë kanë mundësi të pafundme për të zgjedhur vetë shkollimin dhe karrierën që dëshirojnë, të zgjedhin punën dhe biznesin në fushën që dëshirojnë. Por nuk ka qenë gjithmonë kështu. Vetëm para 22 vitesh, të gjithë shqiptarët ishin të kufizuar në mundësitë individuale, për shkollimin, për punën, jetën apo prosperitetin e tyre. Dhe gratë më të kufizuara. Gruaja shqiptare atyre viteve, të erta të bllokimit, e vetizolimit, nuk ishte e lirë të zgjidhte shkollimin e saj, të zgjidhte karrierën e saj. Gruaja shqiptare nuk ishte e lirë të vishej siç dëshironte, të jetonte bukur, bile shumë raste as të zgjidhte shokun e jetës. Kamion, vajza të reja dhe nënat të tyre, shqiptare dhe të huaja, që ngrysën jetën e tyre në burgjet, në internimet, apo dhe u ekzekutuan nga regjimi komunist, blokist. Ky tmerr orwellian, ky bllokim na shtyu mua dhe mira vajza e gratë të tjera të vendit tonë që para 22 vitesh ju bashkuam Sali Berishës dhe Partisë Demokratike dhe dham kontributin më të fuqishëm në rrëzimin e diktaturës më të egër bllokuese për jetën dhe lirinë e shqiptarëve. Sot, gruaja shqiptare është e lirë të vendosë dhe të jetojë jetën e saj. Sot, gratë dhe vajzat studiojnë brenda dhe jashtë vendit. Sot, gratë dhe vajzat janë në vende drejtuese. Sot, gratë dhe vajzat krijojnë, zhvillojnë dhe drejtojnë sipërmarrjet e tyre të suksesshme në të gjitha sektoret e ekonomisë. Sot, gratë dhe vajzat shqiptare drejtojnë dhe udhëheqin denjësisht institucionet e shtetit shqiptar. Ato japin shembullin më të shkëlqyer të politikanëve vizionare dhe të përkushtuara ndaj Shqipërisë dhe ndaj aspiratave të kombit. Secila prej nesh ka sot të hapura të gjitha mundësitë për të realizuar për ëndrrën, për suksesin. Ndaj, ne sot mbështesim Partinë Demokratike. Se Partia Demokratike ka një program vizionar për gruan shqiptare, se Partia Demokratike punon për të ardhmen më të mirë për vajzat dhe gratë shqiptare. Përpara me Partinë Demokratike, përpara për gruan shqiptare, përpara me Sali Berishën,